Kontrollorët e trafikut ajror do ta pezullojnë grevën e paralajmëruar për ditën e hënë pas vendimit të dieshëm të gjykatës civile, e cila ndaloi grevën e paralajmëruar të kontrollorëve të trafikut ajror të planifikuar për 20 tetor. Kryetari i Sindikatës Profesionale të Kontrolluesve të Trafikut Ajror, Aleksandar Dasevski, njoftoi në konferencën për media se do t'i drejtohen Këshillit Gjyqësor Republikan dhe se do të ngrenë padi kundër gjykatësit të Lëndës. Ai shpreh se nuk kanë qenë të njoftuar as për padin dhe as për vendimin gjyqësor, dhe se për këtë janë njoftuar nga mediat. Nuk kemi pasur asnjë njoftim, asnjë ftesë për padin nga pala tjetër, se ka procedurë kundër nesh për ndalesë të grevës. Dje, për herë të parë nga ana e disa mediave, u njoftua me vendimin e gjykatës përmes të cilit kuptova se ekziston vendim për ndalesë dhe pastaj filluam të interesohemi. Ai thoste që kur ka ardhur struktura e re menaxheriale në kusht të vitit të kaluar, deri në dorëzimin e njoftimit të fundit për grevë, e gjithë marrëveshja ka ngecur. Nuk ka pasur asnjë lëvizje dhe asnjë aktivitet në ato pika të marrëveshjes. Një ndër kërkesat e tyre është përmirësimi i kushteve themelore për punë, siç është zgjidhja e problemit me ujin. Kjo është njëra ndër kërkesat. Në mesin e përmirësimit të kushteve për punë, njëra nga kërkesat ishte të zgjidhet problemi me ujin. Ndodh që me ditë të mos kemi ujë dhe të punësuarit në tualet duhet të shkojnë ose në aeroport ose në Petrovec, në ndonjë lokal të afërt. Sindikata kërkon respektimin e marrëveshjes së nënshkruar pas njoftimit të një greve në vitin 2023 dhe takimit me Ministrinë e Transportit më 12 tetor. Greva duhet të niste më 20 tetor nga ora 10 deri në orën 15 dhe duhet të mbylleshin të gjitha fluturimet nga aeroporti i Shkupit dhe Ohrit. Gjykata civile të njëjtën solli vendim me të cilin ndalohet greva e kontrollorëve të trafikut ajror.